Jonida e përshkrove veten tënde si një vajzë që ende je shumë e lidhur me prindrit e tu që vazhdon edhe sërish cilësh ndoshta si ajo Jonida e vogël, si dikur. Jam shumë e lidhur, i dua shumë, jam ky personi që jam sot edhe fal tyre, më kanë mbështetur që në moshë fare të vogël. Ndërkohë, të shohim në një nga ja mamasita ime. Sepse në fakt ju realizoni dhe video shumë të lezetshëm. Po, mami është virale. Një grua jo vetëm me shumë sharm, po me shumë karakter njëkohësisht. Një grua me atë karakterin e vet, personalitetin e vet. Po, grua e fortë, një gjirokastrit. Dhe shumë simpatike. Kështu që ma përshkruaj pak si është marrëdhënia juaj. Çfarë marrëdhënie është? Mami ka qenë që, kur kam qenë në moshë fare të vogël, shoqja ime. Sigurisht që shoqja brenda limiteve, sepse nuk është ai brezi kaq open mind. Megjithatë, unë sa herë kam patur probleme apo situata të vështira apo vendimarrje, jam pikërisht prindërit e mi. E para ka qenë nëna, pastaj babin rrallë e kam futur në për këto qorsëkaket e mia, sepse ka të prezencën mashkullore të burrit, të shtyllës së shtëpisë, së cilit nëse do i konfidosh për diçka duhet ja marrësh në konsiderat fjalën. Ndërsa me mamin e kam patur pak më të thjesht. Mami më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë me Danin. Është një grua e hekurt, edhe është ajo grua pa të cilën se di, nuk s'na ndodh, ne flasim disa herë në ditë edhe nëse nuk shihemi me njëra tjetër, megjithëse mund të ndodhi vetëm që mos shihemi një herë në 2 ditë maksimumi, është ajo grua që më lë shumë hapësira, sidomos kur unë shkoj jashtë me pushime, nuk më bezdis kurrë, është ajo grua që e gëdhin me mua dhe prekupohet për gjithçka timen, gëzon me mua si fëmijë sa herë arrijon sukseset e mia. Është një nënë e mrekullueshme që faleminderit Zot që kam mamin dhe babin tim edhe një familje kaq të mrekullueshme, më ka bekuar Zoti. Absolutisht, e ka bekuar Zoti dhe që i ketu dy pa diskutim, ka një mesazh për ty në këtë. Mos ja fut kot tani. No. Përshëndetje Rudina, përshëndetje publiku, përshëndetje Jonida. Dua të them 2 fjalë zemre. Unë ty të kam shoqëruar që e vogël, që kur ke qenë fëmijë 9 vjeç, e deri tani mund të them, në çdo vend jam pranë teje. Ti je një vajzë e mrekullueshme, ku mua më ke dhënë gjithmonë kënaqësi, emocione, të gjitha çfarë mund të ketë një fëmijë kundrejt nënës. Por jam shumë e lumtur që ti je një vajzë me këmbë në tokë, e artikuluar, e dashur, e sjellshme. Kena 2 meta si në qikë lastice dhe ne vrikosesh ndonjëherë, po me gjitha to s'ka njeri pat meta, këto janë meta që eliminojnë dhe nuk i ke në duket madhe. Jonida është gjithashtu dhe stilistja ime. Është dhe kritike, mami mos vish këtë, më me vish atë, por ta kritikosh Jonidën nuk e kritikon dot, sepse ka guston e saj, është me re dhe mbi të gjitha e pëlqen modën më shumë se tjerët e mund. Por ti je zemra e familjes tonë, je me vogla e shtëpisë. Je një nënë e mrekullueshme për atë djalë. Ne të duam shumë, mami, babi, Gjilda, Johanna, Dani, të gjithë. Të kemi zemër, suksese në projektet e tua të ardhshme. Je fëmijë mrekullueshëm, të dua. Ç'më bëre! Mesazh i bukur nga zonja Arta, e falenderoj shumë dhe e përshëndes. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishte ajo që ne kemi parë në video që realizoni bashkë, me atë tipin e saj, karakterin e fortë. Edhe kaq të butë rrallë. Si që mendon, po kaq të butë rrallë shikoj. Shumë e bukur, faleminderit shumë, do mbetet edhe ky një ndër kujtimet më të veçanta. Po edhe marrëdhënia juaj është shumë e bukur, kështu që nuk ishte se si të mos e ftonim zonën Arta për një mesazh. Ne ajo zakonisht nuk del, e ka bezdi edhe kur e nxjerr unë, thotë aman Jonida, se më çmende. Jo, bëm serioze, ta kishit një kujtim të bukur edhe këtë çast me njëra tjetrën. Një lidhje shumë e fortë e juaj dhe mua vjen mirë që ne i sollëm këto emocione dhe e pash që të emocionuam jo pak në fakt sot. Edhe si ishin gjëra të cilat ti kishe përjetuar edhe
por që ishte një intervistë shumë e këndshme. Unë dua të kthehem te kënga magjike tani, dashur, sepse pas pak do të shkosh të fillosh të bëhesh gati, të përgatitesh. Patjetër. Duket se ka shumë kohë në dispozicion, si të duket kënga magjike, si vjet, ke ndonjë preferencë, po sigurisht që ti s'do na e thuash dot. Kam shumë preferenca, domethënë jo vetëm pse kam përfaqësuar një artist, por pruret kanë qenë të jashtëzakonshme. Jam shumë e lumtur që Brezi i Ri po arrin në disa nivele fantastike. Sigurisht edhe big artist kanë ardhur emra mjaft të mirënjohur, si Mira Konci që i rikthehet pas kaq vitesh, Albina, ka Manjola në Albani, janë zëra që janë ikona të muzikës së lehtë shqiptare. Do t'jetë shumë e vështirë gara, megjithatë unë dua vetëm t'i këshilloj që mos ta marrin kaq afër zemrës garën, e rëndësishme është paraqitja. Paraqitja edhe publiku kur të duartroket, të mirëpret, edhe t'jep sa më shumë dashuri. Sepse është e vërtetë, një këngë jo me patjetër duhet fitoj një çmim, fitoj zemrat e publikut. Po, pra, absolutisht. Jo me patjetër. Mirë mbetet gjithmonë. Mbetet, aq më tepër pastaj që kënga magjike ka këtë karakterin e vet me performanca të realizuara që kthehen gati në videoklipe. Një këngëtar që ka një këngë aty ka një kujtim të përhershëm, le të themi, dhe një produksion të realizuar me gjithë komponentët. Edhe formati i këngës magjike është që artistët vlerësojnë njëri tjetrin. Duhet jenë shumë koherent me atë që mendojnë, duhet jenë shumë realist, sepse në fund fare, kur del ajo tabela aty, gjithë se cili përfaqëson vetën. Dhe ai momenti është ndonjëherë subjektiv, ndonjëherë është i shëmtuar dhe nuk duhet këtë hatërmbetje në midis njëri tjetrit. Dhe për ata që e shohin pastaj nga ekrani është një pjesë tjetër spektakli. Patjetër, aty ka pastaj, nuk e di, oscilacione të pritshme. Është një moment që vëmendja është shumë e lartë kur pash se kush ka votuar kë, pjesë tjetër. Kush ka shitur kë. Ti çfarë do të veshësh sot apo sigurisht do lëm surprizë, për pas pak? Siç dola në puntatën e parë të New Artist. Do të Wow! Jo, nuk po e them. Do ta ruajmë surprizë, sepse nuk dua që ta me ngjyra rrezullitse. Me ngjyra të forta, siç edhe Jonida tha që i pëlqejnë, ishte red. E gjitha red. E kuqe do t'jetë, kështu që... E kuqe si dashuria. E tham. Çfarë këshille do t'jepi edhe njërë në përfundim, edhe pse janë të gjithë duke bërë gati tashmë, janë duke u grimuar të gjithë artistët e natës së parë. Atëherë, unë dua t'i uroj njëherë... Lidhje me performancat. Po, dua t'i uroj njëherë suksese më të voglës së festivalit, asaj që mban një peshë shumë të madhe Anës. Ana që... Ka qenë risia këtij festivali që mund të them me plot gojën është një vajzë kaq e talentuar, unë nuk e dija që prezantonte kaq mirë, që më vjen keq për Arditin, po ja merr stafetën. Bëj shaka. Po jam shumë e lumtur për të, i uroj sa më shumë suksese asaj, pastaj të gjithë artistëve, Arditit, gjithë produksionit të madh të këngës magjike, edhe të gjithë kolegëve, vetëm shijojeni, kjo mbetet për t'u thënë. Edhe unë nur edhe ti ta shijorësonte darkën, mbrëmjen atje spektakli. Pas emocioni, unë vetëm më mbetet të fluturoj. Do ta shiosh tani dhe ne i bashkojmë urimin tënd, në fakt, për këngën magjike dhe për gjithë ata që ti përmendë, urojmë që sot suksese të gjithëve, edhe do t'i ndjekim të gjithë nga ekrani. Faleminderit shumë. Edhe unë shumë, edhe a mund të ka që bukur, patjetër. Falenderoj. Falenderoj unë ty, dashur që erdhe, edhe të presë më shpesh tani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Jonida Maliqi që ishe me ne, suksese sonte, shpëqefshe dhe atje, ne kemi publicitet, kemi pas pak.